banaliteti po na del nga veshët në ato që po dëgjojmë në Big Brother dhe nuk gjej vend për të komentuar sjelljet e atyre se janë bërë më keq se kazani plerave, por jam këtu për të treguar rezultatet e sondazhit të dy se kë do të shpotoj publiku në mbrëma dhe dy më pak të preferuarit e publiku do të shkojnë në televotimin e bujshëm kokë më kokë, pa humbur shumë kohë të shikojmë se kë ka votuar më së shumti publiku në rrjetet sociale. Me mbi 2000 vota vijon ende të jetë Mateo, ai që ka simpatin e audiencës në atë që unë kam në Instagram dhe që kanë votuar për atë që do ta shpotojnë. Dhe në vendin e dytë është Gimbo me 1600 vota, edhe ky ka një mbështetje. Në vendin e tretë është Brikena me mbi 1000 vota dhe në vendin e katërt është Selin diku me 560 vota. Pra po shikojmë që edhe në këtë sondazh të dy djemtë si Mateo dhe Gimbo kanë më shumë fanbase, kanë më shumë mbështetës dhe kjo gjë është e vërtetueshme me votat, por duke ndalur tek analiza se kush do të shkojë, të gjithë nëpër studio, nëpër emisione, nëpër komente bien dakord dhe çuditërisht janë tek dy emra, tek Brikena dhe tek Gimbo, e më pas do dali të martën Gimbo, por duke marrë parasysh situatën e gjestit, këtu futen pasaj ato dallaveret që edhe komentojnë nëpër rrjetet sociale, nëpër emisione për të fituar më shumë vëmendje dhe për ta bërë më, le të themi, dramatike dhe më të tensionuar situatën, a do të vijojë ende Gimbo rrugtimin e tij brenda shtëpisë, duke mos ditur informacionin se miku i tij, shoku i tij, kolegu i tij dhe artisti që ai mbështet dhe ka mbështetur që nga dita parë do të vijojë të qëndrojë në burg sipas vendimit të gjykatës së Prishtinës. Pra, me këtë situatën e gjestit nuk dihet ende se çfarë interesi mund të ketë publiku për të mësuar më shumë, por për efekt të lojës sigurisht që ikja e Gimbos mund të vërë në pozita Selinin për ta parë se deri ku do të shkojë kjo lojtare, a do të rikthehet tek Miri, siç ka qenë, se biem dakord që loja që ka pasur Selin dhe Miri ka qenë e të dyve, edhe pse në shfaqje dhe në egzagerim të sjelljeve, më në pa ka dalë Miri, kurse Selin ka ditur ta luaj rolin dhe ka ditur të jetë më e stepër, më e matur dhe jo shumë e shpërndar me gestikulacion apo dhe me deklarata të forta, siç i ka bërë Miri. Pra duke mbarë dhe parasysh sondazhin që edhe diku tjetër pash që ishin në të njëjta ujëra, mund të kemi edhe Selinën dhe Brikenën që mund të shkojnë në televotim dhe pastaj këtu do të shikojmë se çfarë do të bëjnë partnerët e tyre, Mateo dhe Gimbo, për të shpotuar njërin apo tjetrën. Sigurisht që kjo do të jetë në dorën e publikut, por duke marrë shihen edhe këtë impaktin e parë të këtij sondazhi, padyshim që djemt janë më të preferuar, por kjo do të thotë që publiku me vota do të shkojë në këtë rrymë, se kemi parë edhe që në prajmin e shkuar për lider u tha një emër tjetër në rrjetet sociale, se kjo çështja e emrit, kjo çështja e preferencës së publikut është paksa e çuditshme, e pam dhe në prajmin e shkuar ku lider me votat e publikut u zgjodh Miri. Pra befasit në këtë Big Brother janë të paimagjinueshme dhe se çfarë do të ndodhë do ta shikojmë nesër mbrëmje. Sa i takon debateve, për mua nuk ke se çfarë të komentosh, femra me femrën që degradojnë njëra tjetrën, Greta që i thot Juelës, ti e mësua rrugëve të Milanos, Selin që i thot Juelës, bastarde. Pra, nuk e di a është Big Brother që i bën personazhet kaq shumë agresor, apo është ky eksperiment social në këtë dikimin e jashtëzakonshëm që ka formati që i nxjerr personazhet e keqja e tyre, apo nuk e kanë aq shumë të lehtë për ta menaxhuar veten. Realisht, Juela e ka të, le të themi, etiketën si lojtare e keqe që është etiketuar dhe në sytë e publikut, për edhe me komentet e opinionistëve, si një personazh që është kthyer në këtë të keqe dhe është personazh i keq. Por shikosh degradimin që e bëjnë vajzat asajt, është një lemeri, është një keqardhje që të dyja si Greta dhe Selin që e njohin dhe kanë prekur botën e ekranit të arrijnë të tilla degravime, e kuptoj provokimet, por nuk mund të shkosh në këto skaje kaq shumë të frikshme, kaq shumë pa karakter, kaq shumë balt edhe kaq shumë llumë të një niveli që jo vetëm në rrugët nuk i shikojmë, por nuk e di se në çfarë lloj pellgu ne mund të dëgjojmë të tilla fjalë
të tilla gjykime apo të tillë gërhushje që i bëjnë vajza njëra tjetrës, por sidoqoftë publiku nuk i shikon të gjitha dhe në Prime nuk dalin të gjitha dhe nuk trajtojnë. Kjo është një gjë jo shumë e bukur se duhet të jipen edhe mesazhe për këto sulme kaq shumë të neveritshme dhe të bajatshme, të panevojshme dhe në një mungesë të theksuar etike dhe të një lloj dinjiteti, se ishte Selina ajo që i bëri moral Brikenës, psi i tha e disës ti s'mund të bëje shaka me mollzat e saj, ndërkohë që nga goja e saj çfarë nuk nxjerr. Por sidoqoftë, tensionet në ato shtëpi sapo vinë edhe po shtohen, po shikojmë sërish Rogertin që kërcënon me këtë gjuhën intimiduese, me këtë gjuhën e banalitetit. Prandaj thash nuk ke se çfarë të komentosh apo se çfarë analize ndryshe ti bësh veprimeve që po bëjnë banorët në këto ditë qëndrimi, se nuk po shikoj ndonjë nxitje të dy çifteve për të përfituar nga televotimi, po shikoj në të njëjta ujëra që është Mateo dhe Brikena, pra që nuk po bëjnë asgjë ekstra, por se kanë shtuar për qafimet, ajo çmallja që bën Mateo te gusha e Brikenës, një lloj thithje që ai bën për edhe ato prekje që i bën në kofsh, do të thotë që çlirimi i Brikenës ka ardhur dhe mund të kemi një çift konsoliduar në ditët në vijim, pse jo, edhe tek dasma që besoj do të ketë një lloj impakti dhe një lloj pëlqimi, pasi në rrjet Mateo dhe Brikena janë një dyshe që pëlqen më së shumti në krahasim me Selin edhe me Gimbën, pasi ky i fundit është më shumë i përfshirë, kurse Selin është më shumë lojtare. Edhe vetë banorët janë shprehur, kanë folur se kush do të dalë jashtë. Disa mendojnë që Mateo, disa mendojnë që Brikena, disa mendojnë Selin, shumica shkon tek Gimba. Vetëm nesër mbrëma në Prime do të presim dhe do të marrim përgjigjen e shumë pritur edhe shumë enigmatike të një nominimi të fortë të 4 personazheve që janë dinamik, janë prodhuese dhe që i kanë dhënë këtij formati momente, i kanë dhënë çaste apo edhe i kanë dhënë nga vetja e tyre ngjyra dhe kanë mbajtur të mbërthyer publikun. Do doja të dija mendimin tuaj si përfundim kush do të lë shtëpinë dhe kush do të shpallet, le të themi, më i pëlqyer nga publiku dhe nuk do të rrezikoj për të shkuar në nominimin e së martës kok më kok. Deri më tani nuk kemi një thyrje që mund të sjellë një zarf të zi dhe që mund të anulohet televotimi, por vllai i madh disi si televizi ujrat, por më kryesorja është mos harroni të bëni subscribe kanalit ton Koha Jon në YouTube.